Puna shpirtërore është puna më e keq kuptuar dhe puna më pak e vlerësuar. Njerëzit që bëjnë një punë të tillë, ju nuk e keni iden me çfarë përballen, nuk e keni iden çfarë kalojnë, e çfarë duhet të kalojnë që ti shërbejnë misionit të tyre shpirtëror. Unë kam 11 vite që jam dedikuar kësaj rruge, kësaj pune hyjnore shpirtërore, që nuk është dhe aq e këndshme në aspektin njerëzor, as pak e këndshme. Ka shumë vështirësi, shumë sfida. Por thirrja ime shpirtërore është aq e madhe sa qenia ime njerëzore nuk ka çfarë bën. Ka shumë momente që aspekti im njerëzor është aq i te mbushur, aq i ngarkuar, aq i lodhur dhe aq i zhgënjur nga ky popull, nga ky njerëzim, se gjëja e parë që do të bëj është do ta loj këtë punë. Dhe të fokusohem vetëm te vetja ime. Shpirti trishtohet në këto momente, sepse shpirti është i lumtur që unë kam 11 vite në këtë rrugë, që i kam hyrë kokë e këmbë. Ama aspekti im njerëzor thot, a e meriton vallë kjo botë, këtë që po bëj unë, këtë që po sakrifikoj unë. Në 11 vite jeni të sigurt që kam sakrifikuar shumë lumturi nga jeta ime, shumë kohë, shumë hapësirë që mund t'ja kisha dhuruar vetes, po kam zgjedhur t'ja dhuroj botës. Edhe mbrapsht të marr mosmirnjohje është shumë zhgënjuese. Por janë disa prej jush që më japin shpresë dhe vullnet dhe motivim që unë mos e lë kurrë këtë punë. Dhe ju që i keni bërë këtë gjë, që ndoshta dikujt prej jush edhe mund t'ja kem shprehur, ju falenderoj nga zemra që e mirëprisni këtë punë shpirtërore nga unë apo edhe nga dikush tjetër. Faleminderit që e vlerësoni punën shpirtërore dhe uroj që Zoti t'ju bëjë atë rrugtimin tuaj sa më të lehtë, sa më të mbushur me dashuri dhe me gjëra që ju përkasin, ndërsa ju të tjerët hapni zemrën,